Okej, çfarë i bën liderët vërtet efektiv? Sigurisht, ata vendosin strategji, motivojnë, krijojnë një mision, lista vazhdon. Por, po ta zhveshim nga të gjitha këto, në fund të ditës, cila është detyra e tyre kryesore? Përgjigja, siç do ta shohim, është befasuese në thjeshtësinë e saj. Kështu që, le t'i hyjmë këtij shpjegimi, i cili bazohet tërësisht në kërkimin thelbësor të Daniel Goleman. Pra, le ta nisim pikërisht me atë pyetje thelbësore. Nëse i heqim të gjitha, ç'mbetet? Cila është ajo gjëja e vetme për të cilën një lider mban përgjegjësi absolute? Ja ku e keni, të sjellë rezultate. Kjo është e gjitha. Detyra e vetme e një lideri është të arrijë rezultate. E po, mund të jenë rezultate strategjike, financiare, organizative, s'ka rëndësi. Në fund të fundit, gjithçka përmbledhet pikërisht këtu. Por si? Dhe pikërisht këtu, gjërat bëhen interesante, sepse ndërsa të gjithë bien dakord për çfarrin, pra për rezultatet, sija ka qenë gjithmonë një mister i madh, një enigmë që ka ushqyer për dekada me radhë një industri të tërë me libra dhe konsulent udhëheqjeje. Për shumë kohë, udhëheqja shihej pak a shumë si një art, diçka e errët, e bazuar kryesisht në intuit, në përvojën personale, në, le të themi, edhe në hamendje, por i mungonte diçka thelbësore, i mungonin të dhënat e ftohta, të matshme, që mund të na tregonin pa pikdyshimi se çfarë funksionon vërtet dhe çfarë jo. Dhe ky ishte boshllëku i madh në të gjithë këto fushë. Askush nuk mund të thoshte me siguri shkencore, shiko, këto sjellje specifike të një lideri çojnë drejt për drejt në sukses. Gjithçka ishte hamendje, derisa një studim transformues nga Hay McBair erdhi dhe ndryshoi gjithçka. Ky studim ishte thjesht masiv. Analizoi mira e mira drejtues në të gjithë botën dhe arriti në një përfundim që ishte, le të themi, revolucionar. Nuk ka vetëm një mënyrë të saktë për të udhëhequr, as pak. Në fakt, studimi identifikoi 6 stile krejt të dallueshme. Dhe ç'është më interesante, se cili prej tyre ishte i lidhur ngushtë me komponente të ndryshme të inteligjencës emocionale. Dhe për ta kuptuar këtë ide, ka një analogji që është thjesht perfekte. Mendojeni kështu: udhëheqja efektive nuk do të thotë të kesh vetëm një shkop golfi dhe ta përdorësh për çdo goditje. Jo, ka të bëjë me të pasurit e një çante plot me shkopinj dhe të dish saktësisht se cilin të zgjedhësh për çdo situatë specifike në fushë. Dhe ja ku i kemi. Këta janë të 6 shkopinjt në çantën e një lideri, secili ka formën dhe qëllimin e vet. Njëri për shembull është për kur je në krizë dhe të duhet pajtueshmëria menjëhershme. Tjetri është për të zhvilluar talentin e njerëzve në afatgjatë. Të kuptuarit e këtyre stileve, ky është hapi i parë dhe më thelbësori. Kjo tabel i përmbledh kaq bukur të 6 stilet. Vetëm shikoni kontrastin mes tyre. Kemi stilin detyrues me moton bëj çfarë të them unë, dhe në anën tjetër stilin demokratik që pyet çfarë mendoni ju. Vetëm nga këto fraza të shkurtra mund të kuptohet një botë tërë qasjesh, krejtësisht të ndryshme. Tani, le të shohim disa prej tyre në veprim për ta kuptuar më mirë. Mirë, le të marrim 2 prej tyre për t'i krahasuar. Nga njëra anë kemi stilin autoritativ. Mendoni për Tomin, një zv president marketingu i cili mori një zinxhir pizzerish në vështirësi dhe i dha një vizion të ri, duke i frymzuar menaxherët të mendonin si sipërmarrës. Fantastike. Nga ana tjetër kemi stilin detyrues. Përfituroni një CEO gjatë një ristrukturimi që krijoi atë që u quajt një mbretëri terrori. E po ai e shpëtoi kompaninë në afat të shkurtër, por shkatroi plotësisht moralin. Pra, 2 stile të fuqishme por me ndikime rrënjësisht të ndryshme. Tani le t'i hedhim një sy 2 stileve të tjera, që fokusohen më shumë të njerëzit. Stili miqësor, për shembull, Joe Torre, menaxheri legjendar i Yankees, e përdori këtë stil për të ndërtuar një harmoni dhe një besnikëri të jashtëzakonshme në ekip gjatë një sezoni shumë stresues. Pastaj kemi stilin demokratik. Një shembull i shkëlqyeshëm Motor Mary, të cilës i u desh të merrte vendimin e vështirë për të mbyllur një shkollë. Çfarë bëri ajo? I përfshiu të gjithë në proces, dhe duke për këtë, edhe pse rezultati final ishte po ai, ajo arriti të shmangte reagimet e ashtra. Okej, kjo na sjell te pyetja e madhe, pyetja $1.000.000. A janë këto stile thjesht teori të bukura, koncepte interesante për të diskutuar, apo a kanë ato një ndikim real të matshëm në rezultatin financiar? E po përgjigjja është mahnitse.
Studimi zbuloi diçka të pabesueshme. Stili i një lideri ndikon drejt për drejt në klimën e punës. Dhe kjo klimë, mbahuni fort, është përgjegjëse për gati 1/3 e rezultateve financiare të një kompanie. Vetëm ndaloni dhe mendoni për këtë për një sekond. 1/3 është një shifër absolutisht marramëndse. Por çfarë është saktësisht kjo klima për të cilën po flasim? Është thjesht atmosfera, ndjesia e të punuarit në atë vend. A ndjen njerëzit të lirë të sjellin ide të reja? A janë të qarta standardet? A e di gjithkush se cili është misioni? Pikërisht këta 6 faktorë e përcaktojnë mjedisin e punës. Dhe gjeni çfarë? Të gjithë ndikohen drejt për drejt nga stili i liderit. Dhe ky grafik e ilustron këtë lidhje në mënyrë perfekte. Shihni, stile si ai autoritativ apo miqësor e përmirësojnë ndjeshëm klimën, e bëjnë pozitive. Por, hidhuni një sy stilit detyrues, e shkatron, e çon në zero. Kjo na tregon diçka shumë të rëndësishme. Zgjedhja e stilit nuk është thjesht një çështje preference personale. Ka pasoja reale, të drejtë për drejta dhe plotësisht të matshme. E gjithë kjo na sjell në pikën kryesore, në zemrën e kësaj analize. Tani që e dim se stile të ndryshme kanë ndikime kaq të ndryshme, atëherë, cila është aftësia e vetme, më e rëndësishme, që një lider duhet të ketë? Është pyetja logjike, apo jo? Pasi kemi parë të gjitha këto të dhona, pasi kemi analizuar stilet, pyetja që lind natyrshëm është: a ka një stil magjik? Një stil të artë që është më i miri, që funksionon gjithmonë? Dhe ja ku vjen zbulimi i madh, përgjigja e gjithë kësaj enigme. Del që pyetja cili stil është më i miri, është pyetja e gabuar. Liderët më të suksesshëm, ata me performancën më të lartë, nuk përdorin vetëm një stil, as pak. Ata zotron një portofol të tërë stilesh, zakonisht 4, e ndonjëherë edhe më shumë. Pra, aftësia supreme, aftësia themelore, është fleksibiliteti. Është aftësia për të lexuar një situatë, një moment, një njeri dhe për të zgjedhur stilin e duhur nga çanta. Tamam si një lojtar golfi profesionist. Një shembull i mrekullueshëm është Joan, një menaxhere e përgjithshme. Ajo përdori stile të ndryshme. Filloi me atë miqësore demokratik, pastaj kaloi tek ai autoritativ dhe brenda vetëm 7 muajsh e transformoi divizionin e saj nga një dështim total në një sukses të jashtëzakonshëm. Okej, kjo na çon te pyetja e fundit dhe ndoshta më praktike nga të gjitha. Si mund dikush ta zgjerojë këtë repertor stilesh? A është diçka e lindur, pra ose e ke ose s'e ke, apo mund të mësohet? Dhe lajmi i mirë, lajmi shumë i mirë, është se kjo është një aftësi që mund të zhvillohet. Nuk është as pak diçka e gdhendur në gur. Rënja e çdo stili udhëheqjeje dhe çelësi për të kaluar me lehtësi nga njëri te tjetri qëndron në themelet e asaj që quhet inteligjencë emocionale. Shihni, çdo stil udhëheqjeje mbështetet në një kombinim unik të këtyre 4 aftësive themelore. Për shembull, për të zotruar me të vërtet stilin miqësor, nevojiten nivele shumë të larta empatie, që është pjesë e ndërgjegjësimit social. Pra, çështja është kjo: për të mësuar një stil të ri, nuk mjafton thjesht ta imitosh atë. Duhet të punosh për të zhvilluar muskujt e inteligjencës emocionale që mbështetin atë stil. Pra, si mund të rritet ky repertor? Përmes një procesi me 3 hapa të qartë. Hapi i parë, kuptoni se ku jeni, merrni feedback, veçanërisht për pikat e verbra. Hapi i dytë, bëni një plan specifik për të forcuar ato kompetencat inteligjencës emocionale ku ka nevojë. Dhe hapi i tretë, më i rëndësishmi, praktikoni pa pushim. Kjo nuk është diçka që ndodh brenda natës, kërkon muaj të tërë për kushtimi dhe përsëritjeje. Dhe në fund të fundit, këtu qëndron gjithçka. Udhëheqja nuk mund të jetë statike, sepse bota e biznesit nuk është kur statike. Ajo ndryshon vazhdimisht. Kështu që aftësia për t'u përshtatur nuk është thjesht një bonus, diçka e bukur për ta pasur. Jo, është vetë thelbi udhëheqjes që sjell rezultate. Pra pyetja e vërtet për t'i bërë vetes nuk është thjesht sa shkopin ka në çantë, por a ka gatishmëri për t'i përdorur të gjithë?